Unë kam vendosur me së bashku me ju një rrugtim drejt botës profetit Muhammed a.s. drejt botës e Resulullahut a.s. Siç e dini, hadithet e Resulullahut a.s. Suneti i Resulullahut është referenca e dytë e Islamit, mbas Kuranit. Menjëherë burimi i dytë i Islamit lidhet me Resulullahun a.s., me sunetin e tij, me traditën e tij profetike. Kisha me thënë që Resulullahu a.s. është konkretizimi i mesazhit kuranor. Nëse Kurani është platforma teorike, Resulullahu a.s. është platforma praktike e Islamit. Çdo lloj qasjet e cila mundet gjoja me i dhanë më rëndësi Kuranit dhe me nxjerr jashtëloje sunetin, është qasje e gabume. Ne jemi qenie njerëzore dhe mundësia jonë për me keq kuptu është shumë e madhe, dhe platformën teorike të Kuranit ne jemi jo të zot për me e shterru dhe për me e kuptu siç duhet. Dhe nëse hekum sunetin e Resulullahut a.s., nëse e braktisim sunetin e Resulullahut a.s., në mënyrë graduale do të kemi tashma vetëm Kuranin, i cili do të kuptohet sipas tekave tona, sipas nefseve tona, sipas shefeve tona, sipas orekseve tona. Kurani është një tekst i cili mund kuptohet në forma të ndryshme. Dhe për t'i dalë në prit kësaj gjaje, keq kuptimit të tekstit, Allahu Gjellëshanuhu ka dërgu Hazreti Muhammed Mustafa a.s., profetin e fundit, i cili është referenca e plot, ma e plot dhe ma e përsosur e çështjes profetike. Sigurisht ne nuk do ta shterrojmë kollaj këtë rrugtim. Ky rrugtim mundet me shku shumë gjatë, por si puna e milingones me zjarrin e Hazreti Ibrahimit a.s. që tregohet rëndom, është një parabul, domethënë që kur nezet zjarmi me djeg Hazreti Ibrahimin a.s., një milingon merr pak ujë mbi shpinën e saj të vogël, për te ajo pikë ujit ishte shumë e madhe dhe shkon drejt zjarrit. Dhe kur e pyesin se ti nuk mundesh me bëj kur gjë me shu tana zjarr të madh, ajo thotë që unë pa bëj përpjekjen time. Kështu që edhe ne në lidhje me urtësinë e profetit Muhammed a.s. nuk pretendojmë se mund ta shterrojmë atë, por disa gjana të vogla, disa detaje të rëndësishme për ne do t'i vëmë në qendër të vëmendjes, do t'i trajtojmë. Tu kam disa hadithe të Resulullahut a.s., të cilat lidhen me strehimin te Allahu Gjellëshanuhu. Tema e parë e rëndësishme që duhet me pas parasysh qenie njerëzore është tema e strehimit, sepse njeriu nuk mundet me jetu i pa strehum. Se s'ban nevojë me u strehu. Dhe streha e tij është në fakt edhe foleja ku ai edukohet, ku ai jeton, ku ai, si më than, piqet e me radhë. Në lidhje me strehen, ne e kemi hasë qysh në ditë e para të hyrjes në vetëdijsimin dhe në praktikimin e Islamit. E kemi hasë a'udhu billahi minash shaitanir rajim. I kërkoj Zotit në mbështetje, i kërkoj, si më than, strehohem tek Zoti nga shejtani i mallkum. Kjo quhet ndryshe edhe istiadhe. Me u strehu tek Zoti karshi disa armiqve të cilët nëse ne jemi larg strehes Zotit, ato fuqizohen dhe na marrin përpara. Dhe janë kaq të fortë sa ti mundesh me kenë me Kur'an dorë, dhe nëse nuk e fillon me a'udhu billahi minash shaitanir rajim, mundet që shejtani me të fut në keq interpretime dhe në keq kuptime dhe të vetë Kuranit, edhe të vetë të fjalë Zotit. Kurani është fjala Allahu Gjellëshanuhu, dhe para se me fillu ne me lexu Kuranin, themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Dhe dikush thot, po mirë, un jam të komuniku me Allahun. Un jam të lexu fjalën e Allahut. A nuk rrin shejtani larg? Allahu Gjellëshanuhu na urdhëron vetë në Kuran, thotë që mu mbështetni hinin strehen teme i herë, mandej filloni dhe lexoni fjalën teme. Nëse ju e lexoni jashtë kësaj strehe, nuk do ta kuptoni, madje do ta keq kuptoni. Për shembull, un kam has
ateista që mund ta kenë lexuar Kur'anin më shumë se unë, por kur nuk e gjetën dritën e besimit. Sa e ka harru me u strehu i herë përpara. Ku duhet, mandej me lexu. Pra nëse ti lexoj një libër në shi, i pas strehum, ai shi e lag librin dhe e fshin bojen, fshin fjalën, ti nuk merr gjë vesh. Kjo është një metaforë që unë po përdori, Pra ti ke nevojë herë me gjetë strehen. Mandej me balezimin. Nëse do të vrejmë të gjithë personalitetet, të gjithë profetërit, qysh nga Hazreti Ademi a.s. dhe deri tek profeti Muhammed a.s. do vërejmë që ata strehimin tek Zoti e kanë metodë, si më thënë jetët, e kanë stil jetese. Dhe sa herë që ato tentojnë me bëha diçka, sa herë që ato përpiqen me bëha diçka, e para strehohen tek Allahu xhaleshanuhu nga indicjet dhe nga cytjet e shejtanit, nga ngacmimet e shejtanit. Për shembull, po marrësh profetin Muhammed a.s. Ka njerëz që thonë, unë kam zemrën e mirë, nuk kam nevojë me shku në xhami. Unë kam zemrën e mirë, nuk kam nevojë me u strehu te Allahu. Disa tjerë thonë, ju bani gjunahe dhe shkoni, si më thanë, te Allah me ju afal gjunahet, dhe ne kuptojnë me këtë sikur ata që nuk shkojnë në xhami janë pa gjunahe. Pra a thu se gjunahu nuk është i përbashkët, a thu se na gjunahet i bëjmë vetëm, nuk i bëjmë me ta. Dhe të na shkojmë në xhami dhe i kërkojmë Zotit falje, ata s'kan nevojë, janë pa gjunahe. Kjo është kret iluzion, është një lloj çësje që ty ta jep shejtani ta fut në kry, ta injekton në kry dhe ti të zën një lloj rahatie në iluzionin se ti e ke zemrën e pastër, madje e ke më të pastër se profeti Muhammed a.s. që shkote mu falë, që u falte ta natën, që i kërkote Allahu xhaleshanu strehim. Ti e ke zemrën më të pastër se sa Hazreti Ademi a.s. E ke zemrën më të pastër se Hazreti Ibrahimi a.s. E pas ke zemrën ti më të pastër se sa Jusufi a.s. E pas ke ti zemrën më të pastër se sa Hazreti Nuhu a.s. E pas ke zemrën shumë më të pastër se sa Jezuja, apo Hazreti Isa a.s. Të gjithë këto, në jetën e tyre kanë kërkuar strehim të vazhdueshëm te Allahu xhaleshanuhu për me ik shejtanit dhe me ik vetit dhe me ik ushtarëve të shejtanit. Shihni tash profeti Muhammed a.s. çfarë modestie ka, çfarë frikë ka. Profeti Muhammed a.s. këto dua i ka bërë me ne mësua dhe ne, por unë mendoj që këto dua ai ka pas seriozisht me Zotin. Profeti Muhammed a.s. është i sinqert në gjën që ban. Dhe kur e ban, tenton që më jam mësua edhe tjerëve, sepse ai beson që ajo gjë që ban është më e mira. Dhe kur një gjë është e mirë, ti s'ke pse ja mohon tjerëve. Aisha radhiyallahu anha thot: një natë nuk e gjeta të dërguarin e Allahut në shtrat. Dhe fillova ta kërkoj me duar atë. Si rridhoj, duart e mia prekën shputat e këmbëve të tij. Shputat i kishte në trajt vertikale, pra ishte në sejdë, i kishte kështu shputat. Kurse vet ishte në sejdë dhe i lutej Allahut: O Zoti im, strehohem tek pëlqimi jot prej hidhërimit tan. Është kaq e thellë kjo, do të thënë, është kaq e thellë me fillu sot, këtë nuk e kryjm tan jetën e këtë hadith. Dhe po e tregoj arsyeën sepse unë mendoj që është e thellë. Kjo nuk ka lidhje me këto interpretimet e profesorëve, ka diçka përtej kësaj. I strehohem tek falja jote prej dënimit tan. Kërkoj mbrojtje prej teje tek ti. Sikur të nisja të përmendja të gjitha falënderimit për ty, nuk do mundja kurr. Ti je ashtu siç e ke lavdëruar veten. Ne jena mësuar me lënë të keqen shejtanit, me lënë të keqen gjindëve, me lënë të keqen. Kështu është profeti Muhammed alayhis salam. Jep një mesazh edhe shejtani është i Zotit në fakt. Atë vezvesën e ban sigurisht jo me fuqit vet. Edhe e mira, edhe e keqja janë prej Zotit. Fillestarët në fe kujtojnë se shejtani është i pavarur nga Zoti. Allahu xhaleshanuhu ka esmat, ka emrat e tij Xhelal, të bukur dhe të dashur dhe të butë, ka edhe emrat e tij Xhelal. Pra e para Xhemal, të bukur, e dyta Xhelal, të egër, të rrept. Profeti Muhammed alayhis salam thot: unë i mbështetem cilësive Xhemal të Zotit, kërkoj strehimin, pra strehohem tek cilësitë e buta Xhemal Zotit, prej cilësive të ashpra Xhelal Zotit.
Pra për të gjitha tjerat janë filiali këtyne, vinë mrapa, se e marrin forcën prej esmave të Zotit, tanë tjerët. Edhe kur dikush vret, e merr forcën nga emri i Allahut, që është vdekje dhanë, si jetë marrë, që ai s'mundet, nëse Allahu nuk do t'ja kishte dhanë këtë esma, ai nuk do ta bante këtë veprim. Pra, nëse dikush shohet mu hakmar, Zoti është hakmar, si ka një emër hakmars. Dhe ai e merr të këtë cilësi i personi, e aktivizon, ja kërkon Zotit me dashje ose pa dashje, dhe fillon të aktivizohet cilësia e Allahut hakmars, dhe ai nuk e bën hakmarrjen pa leje të Zotit në fakt. A e kuptoni se kur ra hadithi apo jo? Pra tauhidi i plot në fakt. Ky tesh Muhidin Arabiu, ky e konsideron si njësim të qenjes, që do thot nuk ka diçka tjetër përveç reflektimeve të Zotit, esmave të Zotit. Janë vetëm esmat e Zotit ato që i kryjnë të gjitha punët. Nëse ti kërkon Zotit esman i mëshirshëm, Allahu ta jep Rahmanin. Nëse ti kërkon Zotit esman e bujaris, ai ta jep sa është më bujari. Nëse ti kërkon Allahut dituri, ai ta jep sa është alim, është më i dituni. Nëse ti i kërkon Allahut me keni egër, Allahu ta jep cilësinë gaza, s'e thon dënimtarit. Dhe çohesh ti vetëm ke qef me dënu njerëz. Nëse ti kërkon Allahut, si më than hin në shtegun e vrasjes, i kërkon Allahut esman e si më than vdekje dhancit, e atij që merr jetën. Dhe këtu të është ka rëndësi se nga dhe me shku robi. Pra, nuk është se ato gjana që ne nuk na pëlqen janë pavarur prej Zotit. Nuk ka kur gjatë pavarur prej Zotit. Nga Ebu Hurajra transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lutur në këtë mënyrë: O Zoti im, strehohem te ti nga varfëria, skamja dhe përçmimi. Strehohem te ti nga të bërit pa drejtësi dhe nga padrejësia që mund të më bëjnë tjerët mu. Profeti Muhammed a.s. këtu vën theksin tek një temë themelore e Islamit, që është drejtësia. Pra, një besimtar duhet me u lut Zotit vazhdimisht që mos me i bë kujt pa drejtësi dhe mos me kanë viktim e pa drejtësisë tjerëve, por këtë nuk duhet me e bë vetëm për veti, por duhet me e bë për tan umetin, për tan besimtarët. Me mujtë me fut në zemër, në përgjithësi duat mos i banin vetë parë. Mësoni me bë duat në shumës, në veten e tan umetit. Kur i kërkoni Allahu xhaleshanuhu një gjë, mos kujtoni se ajo është vetëm nevoja juaj, ai është nevoja tan umetit. Sepse brenda teje mshihet tan umeti. Brenda njeriu mshihet tan bota. Njeriu është një botë, kena thënë, në miniaturë. Është një botë e tanë në miniaturë. Siç thot Aliu radiallahu an, që o njeri, mos e pande veten të vogël, sepse të gjitha botrat, të gjitha universit janë msheh tek ti, janë fut brenda teje. Ai njeri që dhe me njoft universin, nuk ka nevojë me shku larg, thjesht duhet me kthy kameren dhe vëmendjen nga veti. Prandaj kanë thënë men arafa nafsuhu faqad arafa rabbuhu, duke sikur bim përsëritje, po janë shumë tema themelore. Ai që një veten, një Zotin. Kur bëhet një gjë në miniaturë, bëhet një qytet i madh, bëhet miniaturë në një tavolinë të vogël dhe ti krijon idenë, fillon me njoh qytetin aty. Dhe ti je miniatura, thamë, e tan universive. Profeti Muhammed a.s. duke u lutur për Hasanin dhe Husejnin, a strehu tek Allahu xhaleshanuhu nga fatkeqësitë që mund të bien atyre të dyve. Profeti Muhammed a.s. lutu për Imam Hasanin dhe Imam Husejnin, edhe në fakt fundi i tyre ishte shumë tragjik. Umeti i ka trajtu, jo umetin të nësi, por po thëmë vetë ato që kanë kap majet e politikës së umetit, po thëmë vetë, i kanë keq trajtu në mënyrë ekstreme. Dhe thot, strehohem të fjalët e plota, të dëshira dhe vendimi pa fund i Allahut nga çdo shejtan, insekt dhe nga syri i keq. Më pas thoshte, edhe baba juaj, Ibrahimi a.s. në këtë mënyrë lutej për bijtë e tij Ismailin dhe Ishakun. Në një hadith tjetër, profeti Muhammed a.s.
transmetohet të këtë thanë, pra një sahab shkon të Resulullahu a.s. Nuk po jep emrin se s'po ka rëndësi, shkova te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe I thash: O I dërguari I Allahut, më mësoj një lutje me të cilën të strehohem tek Allahu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me kapi nga supi, me urdhëroi: Thuaj: O Zoti im, strehohem te ti nga sherrri I veshit, syrit, gjuhës, zemrës dhe epshit. Zeid ibn Erkami ka thënë: Unë ju mësoj ju vetëm atë që në ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai thoshte kështu: O Zoti im, strehohem tek ti nga pamundësia. Pra kur ti s'mundesh me bë diçka, je I pamujtur me e bë, gjendja e pamundësisë. Strehohem tek ti nga përtatësia, se përtatësia e fut njeriu në vorbullin e shejtanit, e vegjetimit, e konsumimit, në vorbullin e atij që s'ban kur gjë se shfrytëzon tjerët, si shkora umetit, në gjendje përtatësia është në fakt. Nga kopratësia, nga frika, pleqëria, ka dhe hadithe ku profeti Muhammed s.a.s. I kërkon Allahut mbrojtje nga pleqëria e thellë, ku njeriu matofepset, si më thënë, ku njeriu e humb atë forcën, fuqinë e tij, energjinë e tij, aftësinë e perceptimit, ku shndrohet gati në një bim që vetëm han edhe flan. Dhe gjithashtu strehohem tek ti nga dënimi I varrit. O Zoti im, mundsoja unit tim devotshmërinë, mundsoja egos nefsit ndjenjën e përgjegjësisë. Mos më bën të papërgjegjshëm, mos më bën me marr lehtë çdo gjë. Më bën që ta perceptoj thallë dhe mirë përgjegjësinë time të robnisë me rrallë njëtën e kësaj bote. Dhe pastroja atë, ma pastron në mo që me pastru nefsin. Ti e pastron më së miri atë. Pra ai njeri që don me pastru vetin, nuk mundet me pastru vetë këtë. Duhet me e qunë tavolinë në thojzat Zotit. Ke parasysh kur ke nevojë për një ndërhyjmje kirurgjikale, duhet me shku në tavolinë doktorit, me të marrë doktori në tavolinë vet, nuk mundesh mi thënë ti doktorit, si më thënë, hajde të shtitë unë, do të shkosh ti te doktori. Si më thënë, edhe pastrimin e nefsit e bën Allahu xhaleshanuhu në fakt. Por ti duhet me shku te Allahu dhe me ia kërku Allahut pastrimin e vetes. Nëpërmjet dhikrave, duave, agjerimeve, përgjerimeve e me radhë. O Zoti im, strehohem te ti nga zemra që nuk ka përkushtim, nga zemra që nuk ka frikë. Profeti Muhammed a.s. strehohet tek Allahu nga zemra që nuk përjeton frikë respekt, që nuk dridhet, si më thanë, nga madhështia e Allahu xhaleshanuhu, që është e vdekur përballë ajeteve të përditshmërisë, që është e verbër, që ndodhin mrekullina përreth tij dhe ai I qyr si gjëra normale, sikur janë gjëra krejt normale, sikur po mos nollte ashtu nuk do të kishte kuptim, sikur Zoti e ka për detyrë me rrethuat me të mirat e tij. Në fakt çdo ditë ku njeriu çohet me të gjitha organet e tij në rregull, me frym në rregull, me sy në rregull, me vesh në rregull e me radhë, në fakt është një bujari e vazhdueshme e Zotit, sepse për një sekondë është I madh, po për krejt pak me hek vëmendjen Zoti prej nesh, atëherë po shohim shenjë, nuk ekzistojmë më. Profeti Muhammed a.s. I lutet Allahut për një zemër të gjallë, për një zemër që është e mbushur me frikë respekt për Allahun xhaleshanuhu. I kërkon Allahut mbështetje nga uni që nuk ngopet, nga vetja që nuk din me ngop. Njeriu sa më shumë të ketë, aq më shumë don me pas. Përveç besimtarit, I cili I vën fren vetit dhe që sa më shumë që Allahu I jep, aq më shumë bëhet bujar. E din se sa I duhet. Me këtu nuk jam I mendimit që duhet me u shpërnda gjithçka, nuk duhet me I lanë fëmijëve një jetë më të mirë me rrallë, nuk e kam këtu theksin, por ideja është kur grumbullohet
pasuri aq shumë sa, si më thon, duhet me orë 7-8 breza me konsumohet pasuri. E shohim për shembull politikantë, të cilët mund të kenë bë pasuri jo për 7 breza, po ndoshta për 70. Dhe janë aq lakmitar, so nuk ka gjë me i bë ato me ik nga pushteti. Se ka i problem kur e ban një gjën haram, manë del detyra me rujtat, shkonton jeta tu marr me te, pra të bëhet zot. Pra ti se njeriu ruan gjën më të shenjtë veten. Për një besimtar ruan besimin, por aty e ka vëmendjen. Po kur shkon të vëmendje te pasuria, ti e bën haram, po të shton jetën me rujt, e nosa dhe me të vrapë për një pasuri, është kulmi i falimentimit. A kulmi i falimentimit. Pra ta mori tan jetën, ta mori tan ditën. E merr malli gruan me të pa, malli fëmit me të pa, nuk i zoti me eduku fëmit tuaj se jetë mas i dhanin mas biznesit, bën ka 3-4 punë, nga i vrap, si më thon, shpërfytyrohu një jetë me një shpejtësi, si më thon, mjetit, jo njeriut, se njeriu nuk ka mjet. Nuk mund të mes njeriu me shpejtësinë e avionit. As nuk mund të mes me shpejtësinë e benzit. E mandej, masi ti ke bë ato gjëra, të o burra mi mbrojt. Ato se pa ti merr tjetri. Fillon kërcënimet, fillon të vinë, futet në nder, ku dione, të vjen fatura në nder. E me rrallë derisa ti ke dhe kryt në fund. E çfarë fitove? Përveç që u bane koprac, nuk ta pavi o hajën kërkush, s'ta pavi o hajën as veti, nuk e gëzova as vet, e le dhe jetën komplet në haram. Nuk jam kundra pasurimit, mos e keq kuptoni. Nëse njeriu pasurohet në halal dhe e ka kontrollin mbi pasurinë, kontrollin e plot mbi pasurinë, dhe i shtron pyetje vetit, pse më ka dhënë Allahu, si thotë Sheh Osmani vazhdimisht, nëse Allahu të ka dhënë pasuri, shtroja pyetjen vetit, pse ta ka dhënë? Pse ta ka dhënë? Cila është arsyeja pse s'e ka dhënë një tjetrit? Për çfarë ty? Pra ti je tu sprovu me pasuri. Dhe sprova ne e dim që është e përkohshme. Kjo jetë, sprova është e përkohshme në tanësinë e vet. Dhe brenda kësaj jete çdo gjë është e përkohshme dhe një moment ti sprovosh me pasuri, siç mund sprovosh me varfëni. Të shtrohet pyetja, me që ti po sprovohesh me pasuri, shfrytëzo rastin dhe shpreh bujarinë tënde. Dhe kaloje me nerë dhe me iman dhe me faqe të bardhë këtë pasuri, këtë sprovë. Më kujtohet Hazreti Ibrahimi alayhis salam që shkon edhe është, si më thon, bari çoban, i afrohet një person, mos u gabosha dhe më thon i kërkon diçka për me hangër, i kërkon një të mirë, i kërkon njërin prej dhënave Hazreti Ibrahimit alayhis salam dhe i thot Hazreti Ibrahimit nëse një herë thuaj herë la ilaha illallah, unë t'jap një tretën. Nëse thu 2 herë, nëse dëshmon 2 herë, unë t'jap e me rrallë. Pra se si për Hazreti Ibrahimin alayhis salam pasuria ishte një iluzion. Siç kemi thënë ne, kur një person maturohet, kupton që e vetmja pasuri është afrimi me Allahun, besimi te Allahu. E vetmja pasuri që nuk të lëshon. Pse nuk të lëshon? Sepse edhe kur të vdes dhe të kalosh me atan, ajo vjen me ty, të shoqëron. Duhet me nejt afër aty në gjanave që na shoqënojnë, jo afër gjanave që të lajnë mes rrugës. Specifika e shejtanit dhe e çdo gjaje të shejtanit është kjo, që të krijon një iluzion të de, që është deja më e rrezikshme, deja pasurisë, deja dynjas, është më e rrezikshme se sa deja alkoolit, sepse e kam thënë deja alkoolit të del kalon, deja dynjas është shumë e vështirë me kalu. Duhet me të kap një dietar i fortë në dorë, me të shku në herë mirë. Kur njeriu maturohet dhe piqet, e kupton që besimi është drita dhe pasuria më e madhe. Nuk ja vlen me vu në rrezik besimin dhe derivatet e besimit. Sepse thame, besimi dhe derivatet e besimit, veprat e mira, e shoqënojnë njeriu edhe me atan, ndërsa të tjerat në momentin më kritik të lëshojnë. Atje kur të vjen vdekja, shpirti me dal, kërkush kur është u vdek, nuk kërkon pasurinë, ma bini pasurinë tu. Si thotë një profesor në natën e maturës, të gjithë maturantat ishin të gëzuar se krynin një, si më thanë, rrugtim të zorshëm. I mushin me sprova dhe provime, dhe deltesh profesori, thot, më falni, thot, du më ju kujtu, thot, vdekjen.
A keni pa ndonjëherë që një person kur shtrit me vdek kërkon diplomat? A keni ndënë ndonjëherë që kur një person shtrihet me vdek kërkon certifikata masterit, kërkon certifikata profesionale? Të gjithë ata që shtrihen me vdek kërkojnë të dashurin e zemrës vet thot. Prandaj thot, nëse ju doni me njek rrugën e karrierës, ambicieve tuaja, thot, mos harroni të dashurin tuaj, familjen tuaj, mos harroni familjen e zemrës tuaj, miqtë tuaj, pra se njeriu ka familje biologjike, po ka dhe familje zemrës. Dhe ne na përgjigjemi jo vetëm për familjen biologjike, jena përgjigjur për familjen e zemrës. Kështu që vazhdon hadithi, i strehom Allahut nga dija që nuk sjell dobi dhe nga lutja që nuk pranohet. Ne do ta vazhdojmë rrugtimin ton dhe shpjegimin ton në lidhje me këto hadithe. Kërkoj Zotit ndihmën e tij, mëshirën e tij, faljen e tij, jo vetëm për mua dhe për ju, por për tan umetin. I kërkoj Allahu xhaleshanuhu që me na e dhanë forcë dhe guximin që me njek vendet ku përmendet Allahu xhaleshanuhu dhe mos me njek vendet ku harrohet Allahu xhaleshanuhu. Fatkeqësisht ne kemi klube të plot, por i kemi xhamia të bosh, i kemi vende ku përmendet Allahu bosh. Edhe pse shpirti i njeriu, mendja dhe qenia ushqehet me dritën e Allahut dhe me urtësinë e Resulullahut alayhis salam. Prandaj unë i bëj ftesë të gjithë miqve të mi, të gjithë dashurve të mi që mos ta neglizhojnë ushqimin e shpirtit, por të merren shumë seriozisht, siç thot Rumiu. Allahu i mëshiroft që o njeri thot, mos e tepro thot me ushqimin e trupit, sepse trupi ka më u dhënë dheut, ka më u fal dheut, ka më shkuën dhe, por thot ushqe shpirtin sepse ai ka më vazhdu rrugtimin e pafundëm drejt Zotit. Lutim Allahun xhaleshanuhu që të na shtoj urinë etjen për Islamin, të na shtoj diturinë dhe të bëhemi sebeb që me rrugtu drejt Allahut xhaleshanuhu, jo në mënyrë mekanike, por me dashni dhe me urti. Amin ya arhamar rahimin. Lillahi al-Fatiha.